Tema që do të flas tani është më e rëndësishme. Nuk kam folur para dikujt tjetër për këtë temë, sepse mendoja që nuk kam famën e duhur që t'i bëj të tjerët njerëzit të vëdësohen për ndryshimet që definitivisht duhet të ndodhin. Nuk e di nëse e dini se çfarë është duke ndodhur, sepse unë nuk kam qenë dhaqe e informuar. Është një krizë humanitare vërtet e madhe në Afrikën Jugore. Nuk ka ushqim, nuk ka ujë, nuk ka kushte për të jetuar. Derisa ti po shikon këtë video, njerëzit aty janë edhe duke vdekur. Atje s'ka rënë shi për një kohë të gjatë, kështu që s'ka jetë të egër. Në përgjithësi, të gjitha kofshët kanë vdekur. Të gjitha familjet ecën me mira kilometra në kërkim të ushqimit dhe ujit. Dhe shohin fëmijët e tyre të vdesin para syve të tyre, sepse me gjithë mend aty nuk ka asgjë. Në total, 20 milion njerëz janë në rrezik, duke lajmëruar se kjo mund të jetë kriza më e madhe humanitare që pas luftës së dytë botërore. Dhe media nuk është duke folur mjaftueshëm për të. E vetmja linjë e cila fluturon drejt Somalis është Turkish Airlines. Dhe kanë poshtë shumë njerëz me zemër të mëdha që mbushin një avion të tërë me ujë dhe ushqime të ndryshme, që të ndihmojnë sadopak njerëzit në Somali. Dhe shpresoj që këtë jetë shembull që të ngrihemi dhe të ndihmojmë, sepse ata kanë vërtet nevojë.